Nëse do të fillohen nga e para, a do e zgjidhni përsëri pediatrin? Them të vërtetën, kur kam filluar punën, nuk është se e kam zgjedhur pediatrin, më ashtu ishin kohët atëherë, më emëruan dhe fillova të punoj. Po të kthehem mbrapsht, si sigurisht më pyetët juve, se me plot gojen po. Pediatria është një profesioni më i bukur në botë. Shumë mendojnë që të punosh me fëmijët në pediatri është shumë e vështirë, e lodhshme, dhe nuk t'jep atë emër apo famë që japin profesionet e tjera si që në kirurg apo kardiolog. Por në fakt pediatria është vendi ku bashkohet shkenca me dashurinë. Të punosh me fëmijët është një gjë e mrekullueshme, ku shikon në sytë e tyre frikën dhe njëkohësisht lutjen për ta ndihmuar kur është i smur. Gjë që të shtyn që të bësh të pamundurën për të ardhur në ndihmë. Nga ana tjetër, kur shikon buzëqeshje në fytyrat e tyre, është problemi më i madh që mund të marrësh për punën tënde. Punosh në pediatri është të punosh për jetën, për shpresën, për vazhdimsinë e jetës dhe për të ardhmen. Është në të vërtetë një profesion i mrekullueshëm.